Pini lëng qepe çdo ditë dhe nuk do e shihni derën e spitalit me sy. Kjo është një recetë e vjetër natyrale e njohur gjërësisht për të mirat që i sjell të gjithë organizmit dhe në veçanti për shkrirjen e djamit të tepërt në trup. Përgatitja e kësaj recete është shumë e thjeshtë dhe veçanërisht mund të zgjasë deri në 30 ditë. Më pas, ajo ndërpritet për një periudhë 1 deri në 2 mujore dhe më pas mund të niset sërish për një periudhë 30 ditore. Është e rëndësishme që të përfshihet si duhet në dietën tuaj për të evituar një sër shqetësimesh. Ndonse njihet për shkrirjen e yndyrnave të tepërta, përfitimet e saj shëndetësore janë gjithmonë të mira për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Uji i qepës është i pasur me vitaminën C, vitaminën B6, acidin folik, gjithashtu edhe kalciumin, magnezin, hekurin, fosforin e të tjera. Të gjitha këto vitamina dhe minerale përmes qepës mundet të konsumohen në një gotë të vetme. Uji i qepës, si të përgatitet dhe të përdoret në mënyrë që të merren përfitimet. Për këtë rast do ju duhet një kokër qep të cilën mund ta qëroni dhe në mbrëmje ta vendosni bashkë me lëkurën, ta ndani në 4 pjesë të barabarta dhe të katërta pjesët i vendosni në një herë me 250 ml ujë. Lëreni në temperaturë të ambientit për gjatë gjithë natës dhe pini të nesërmen esëll në mëngjes. Dhe pasi të kenë hequr pjesët e qepës, pra duhet të konsumoni vetëm lëngun dhe më pas të vazhdoni konsumin e mëngjesit. Kjo procedurë mund të bëhet sipas nevojës tuaj në periudha të ndryshme kohore. Uji i qepës jo vetëm që do të shërbejë si ushqyes i mirë i organizmit, plot me vitamina dhe minerale, por njëkohësisht do të nisë gradualisht edhe të shkrijë dhjamin e tepërt dhe yndyrnat e tjera të trupit, citon Bright Side. Por cilat janë përfitimet shëndetësore që do të merrni nga uji i qepës? Krahas shkrirjes së dhjamit, kjo recetë ofron shumë përfitime të tjera shëndetësore. Përmirëson kështu sistemin tretës, forcon edhe shëndetin tuaj të zemrës. Uji i qepës do të përmirësojë tretjen, falë sasive të larta të fibrave dhe elementeve ushqyes që ajo përmban, dhe mund të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet të organizmit. Uji i qepës ndihmon në shëndetin e zemrës duke ndikuar në reduktimin e kolesterolit, ndërsa parandalon akumulimin e yndyrnave dhe shkakton edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Sigurohuni që të përdorni edhe ujin e qepës ashtu si duhet në dietën tuaj, kështu përfitimet e tij në organizëm do të jenë më të mira dhe më efikase. Uji i qepës mund të ndihmojë në arritjen e flokut dhe të reduktojë gjithashtu problemet tuaja të zbokthit. Uji i qepës është një produkt fantastik i cili mund të ndihmojë rastin tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të merrni vlerat e saj si duhet në organizëm, e përdorni atë si duhet dhe brenda nevojave të duhura. Këshillohet ta aplikoni ujin e qepës në flok dhe në skalpin e kokës 2 herë në javë për 2 muaj dhe do të shikoni rezultate vërtet fantastike për gjendjen tuaj, sidomos në rritjen efektive të flokut tuaj dhe në parandalimin e rënies së tyre. Uji i qepës është një zgjidhje shumë e mirë fantastike kundër këtyre komplikacioneve. Ajo ndihmon edhe në parandalimin e zbokthit. Për këtë problem mjafton që me pak pambuk të lyeni ujin e qepës në skalpin e kokës. Ta mbani atë për të paktën 10 minuta dhe ta masazhoni më pas dhe ta mbuloni pjesën e flokut dhe skalpit me një peshqir dhe ta mbani për 20 minuta. Më pas e shplani kokën dhe lajeni me shampo si zakonisht, kështu do të merrni përfitimet e ujit të qepës në flokun tuaj. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e dashur dhe e padëgjuar, por pasi ta dëgjoni këtë video deri në fund, do të keni gjithashtu edhe më shumë element ushqyes të saj në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se uji i qepës është një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër problemeve të rrugëve të frymëmarrjes, kollës, ftohjes e të tjera. Lëngu i qepës është i mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut, gjithashtu edhe komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum me vlerat e tyre, sigurohuni ta përdorni ashtu si duhet.
Lëngu i qepës gjithashtu mund të ketë një zgjidhje shumë të mirë lehtësuese për imunitetin tuaj. Edhe pse aroma dhe shija e saj nuk janë fort të pëlqyera në rastin tuaj, këshillohet të kombinohet edhe me kanellën ose mollën për më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta, si për shembull mund të përmbajë shumë fiber, vitaminë B6, gjithashtu vitaminën C, flavonoide e të tjera. Gjithashtu, lëngu i qepës është i mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi i lëngut të qepës ndihmon në uljen e ndjeshme të niveleve të kolesterolit, ndihmon në parandalimin e mpiksis së gjakut dhe është një arsye kryesore pse mund të shtohet në dietën tuaj. Ai mund të jetë një lehtësues edhe i gjendjes suaj kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm në lehtësimin e luhatjeve të sheqerit. Mineralet që përmban lëngu i qepës do të përmirësojnë aktivitetin e insulinës dhe largimin gradual të sheqerave nga gjaku, dhe flavonoidet që përmban ai mund të ulin nivelin e glukozës te njerëzit që kanë në këtë shqetësim. Por lëngu i qepës mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrim. Qepa ka disa përbërës të cilët të ndihmojnë me vitaminën C që të largojë toksinat dhe të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme përmjet urinës. Lëngu i qepës përmban sulfur që ndihmon në përbërjen e lehtësimit të sekrecioneve dhe gjithashtu kundër problemeve të rrugëve të frymëmarrjes. Mund të konsumohet në dietën tuaj edhe si një lehtësues i çështjes suaj të frymëmarrjes derisa të merrni edhe trajtimin e specializuar. Flokët dhe lëkura juaj mund të përfitojnë ndjeshëm nga lëngu i qepës. Vitamina C tek lëngu i qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi i radikaleve të lira dhe rrezëve ultraviolet. Mineralet janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Lëngu i qepës është një zgjedhje e mirë lehtësuese për sa kohë që mund ta përdorni me kujdes edhe në dietën tuaj. Qepa është një produkt shumë i mirë ushqyes, e cila mund t'i japë edhe vlera të mira për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e saj. Qepa mund të kombinohet gjithashtu në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'i ofrojë shëndetit e bëjnë atë një prej perimeve më të mira për dietën tuaj. Qepa do të ofrojë lëndë ushqyese mjaft të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Qepa është një thesar i vërtet ushqyes që përmban minerale të plota dhe mund të përmbajë vetëm 40 kalori për një qep mesatare. Ajo është e mbushur me vitamina minerale të cilat e mbështesin shëndetin tuaj, veçanërisht e pasur me vitaminën C, e cila gjithashtu ndihmon në forcimin e sistemit imunitar, në thithjen më të mirë të niveleve të ekurit, ndërsa vitamina B6 është thelbësore edhe për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe në forcimin e sistemit nervor. Dhe gjithashtu, qepa është një produkt fantastik për shëndetin tuaj të kockave. Edhe pse zakonisht mendohet për produktet e qumshtit për shëndetin e kockave, qepët janë po aq efektive edhe në këtë rast, citon Brightside. Ato ndihmojnë në uljen e problemeve të stresit oksidativ dhe forcojnë dëndësinë më të mirë të kockave, duke parandaluar kështu problemet e osteoporozës dhe humbjen e masës kockore. Qepët janë një produkt fantastik, të cilat mund t'i japin mbrojtje mjaft të mira edhe në luftën kundër bakterieve. Qepët dihet se kanë veti të forta antibakteriale. Komponentët që ato përmbajnë si quercetin janë veçanërisht efektive në neutralizimin e radikaleve të lira dhe bakterieve të dëmshme që mund të shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të trupit tuaj. Qepët mund të ndihmojnë në shëndetin tuaj të zorëve. Nëse jeni duke kërkuar për një mënyrë natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj tretës, atëherë qepa mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese në rastin tuaj. Përfshirja e saj si duhet në dietën tuaj do ju ndihmojë të lehtësoni komplikacionet dhe të rrisni vlerat të trupit. Sigurohuni t'i përdorni me kujdes dhe nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse është e përshtatshme për shëndetin tuaj ose jo. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.